mbrëma të gjithëve. Një person është plagosur me armë zjarri rreth orës 21 në rrugën B në kryeqytet. I plagosuri po trajtohet në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe sipas mjekëve është në gjendje stabile dhe jashtë rrezikut për jetë. Policia ka nisë hetimet për zbardhjen e rastit, ndërkohë që janë në kërkim të personit të dyshuar, i cili tashmë është identifikuar, ka deklaruar zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti. Sipas medjeve, i plagosuri është inspektori i Inspektoratit Policor të Kosovës, ndërsa deri tek plagosja ka ardhur pas një mosmarrveshje. Një vrasje trefisht ka tronditur komunën e Podujevës, gjithçka nisi të dielën me gjetjen e një 45 vjeçari të vrarë brenda veturës, për të vijuar më pas me një tjetër sulm brenda familjes që përfundoi me vdekjen e një gruaje dhe të dyshuarës në këtë rast. Gjithçka nisi pas orës 18 të së dielës, kur në fshatin Majac të Podujevës u dha alarmi për një trup pa shenja jete brenda një veture. Në vendin e ngjarjes, policia gjeti të vrarë një 45 vjeçar me inicialet IB nga komuna e Obiliqit. Por ngjarja mori përmasa edhe më tragjike. Sipas familjarëve, e dyshuara e cila ishte në lidhje me viktimën, pas krimit u drejtua për në shtëpinë e agjes së saj. Sipas familjarëve, e dyshuara pasi kreu vrasjen e 45 vjeçarit, u nis në shtëpinë e agjes së saj. Në ato momente, aty ndodhej gruaja e agjes 73 vjeçare, bashkë me gruan e djalit të saj, si dhe niprit e mbesat, të cilët ajo i kishte marrë peng. Si pasojë e plagëve të marra nuk arritën të mbjetojnë as e moshuara dhe as e dyshuara, të cilat vdiqën gjatë trajtimit në qendrën klinike universitare të Kosovës. Familjarët të tronditur nga ngjarja refuzuan të japin detaje të tjera, duke theksuar se rasti ka lënë pasoja të rënda psikologjike tek të gjithë ata që ndodheshin në vendin e ngjarjes. Ndërkohë, prokuroria themelore në Prishtinë ka bërë të ditur se është sekuestruar arma me të cilën dyshohet se është kryer vrasja, si dhe disa gjoja në vendin e ngjarjes. Dyshohet për një mosmarrveshje ndërmjet të tyre, ku më pas situata ka eskaluar dhe më pas është përdorur një armë zjarri ku ka qelluar në drejtim të dy personave, ku për fat të keq për shkak plagëve të marrura kanë ndruar jetë të dy viktimat dhe po ashtu edhe dyshuara kryesore e këtij akti kanë ndruar jetë, të cilin e ka konstatuar qendra klinike universitare e Kosovës. Rastet e fundit të vrasjeve në Kosovë kanë ngritur shqetësim të madh publik. Vetëm brenda një jave në vend janë regjistruar 5 vrasje, duke shtuar thirrjet për rritjen e sigurisë dhe parandalimin e dhunës. Lidhur me dyshimet për financim dhe dezinformim në mediat në Kosovë nga bija serbe, dosja e prokurorisë speciale zbulon një skem ku ishte përfshirë i dyshuari për spionazh Fatmir Sheholli. Sipas një monitorimi të Kallxo.com, identifikohen mbi 20 raste para dhe pas rastit Banjska, ku dyshohet për përdorimin e informacionit nga agent të shërbimeve sekrete serbe për transmetim në mediat online shqip. Lidhur me dyshimet për financim të medjeve nga Serbia, përkatësisht nga bija serbe, në rastin e Fatmir Shehollit, i cili po hetohet nga prokuroria speciale. Sipas saj është grumbullimi i informacioneve dhe shpërndarja e tyre në mediat online në Kosovë. Në dosje të prokurorisë është zbuluar një skem ku Sheholli ka pranuar informacione nga bija, të cilat më pas janë publikuar në disa media online në Kosovë. Sheholli me datë 26/9/2025 është takuar me një person në Mitrovic të Veriut, ku nga ai ka pranuar audio dhe transkripte të bisedave të disa zyrtarëve të lartë të Ministrisë për Komunitete dhe Kthim, që sipas prokurorisë dyshohet se janë komprometuese. Në dosje gjithashtu thuhet se për këto veprime, Sheholli është shpërblyer me një shumë të hollash nga zyrtari i bijas Bojan Dimić. Ndryshe, dihet se Fatmir Sheholli ka marrë pjesë në cilësinë e gazetarit dhe analistit edhe në emisionet televizive në Kosovë. Për këtë rast dhe dyshimet për dezinformata në medje, kryeredaktori i Kallxo.com Kreshnik Gashi thot se prokuroria do t'i zbardhë dilemat se në cilat medje ka arritur t'i transmetoj Sheholli. Cilat media, se çfarë informacione ka mri zotin Sheholli me i transmetu në mediat në gjuhën shqipe, kjo duhet me u zbarë prej prokurorisë speciale. Dezinformata të hapura, sipas Gashit, ka pasur para dhe pas rastit Banjska. Narrativa e cila është shty
për Banjskën prej grupit të Radojqiqit dhe është shty pashtu prej Aleksandr Vučićit, i cili ka tentuar që këtë sulm terrorist me portretizu si një ndërhyrje lokale e disa qytetarëve lokale atje, është transmetuar edhe në mediat në gjuhën shqipe. Sa i përket mënyrës se si është raportuar për këtë ngjarje, Gashi thot se informacioni pa konfirmuar duket se ka pasur një qëllim të caktuar. Në hulumtimet tona ne kemi identifikuar më shumë se 20 raste kur portale kryesisht online, mirë po kemi pasur edhe deklarata të cilat janë transmetuar në mediat audiovizuale, ku është thënë që numri i viktimave prej grupit ka shkuar në 8, 9 deri në 10 numra dhe të vrarë. Dhe kjo narrativ ka qenë një narrativ e cila ka synu që me portretizu policinë e Kosovës si një agresor. Elementi tjetër i cili pastaj është shty prej disa influencerëve të cilët unë i kam përmend, paktën një prej tyre, është që Banjska ka qenë një reagim i disa njerëzve të cilët nuk janë shumë të trajnuar, të cilët nuk janë shumë antar të grupeve të krimit të organizuar, mirë po janë shofer të ambulancave etj. RTK ka pyetur prokurorinë speciale nëse ka ndonjë rast tjetër në hetim për raste të dezinformatave në medie, por nuk kanë kthyer përgjigje. Policia e Kosovës dhe Prokuroria Speciale kanë bërtëditur se një person është arrestuar sot si i dyshuar për krime lufte në Kosovë. Ai dyshohet se gjatë periudhës 98-99 si pjesë e një grupi paramilitar të forcave serbe ka kryer krime lufte në Matiqan të komunës së Prishtinës. Policia e Kosovës përkatësisht njësiti antidrogës në kuadër të aksionit të koduar Kimisti ka realizuar një operacion në komunën e Suarekës, saktësisht në fshatin Gjinoc. Gjatë këtij aksioni janë arrestuar 2 persona, ndërsa janë konfiskuar rreth 1 kilogram drogë llojit heroin, 4 armë zjarri, si dhe një sasi e konsideruar municioni. Prokuroria themelore në Prishtinë ka njoftuar se në një aksion të zhvilluar sot janë arrestuar 3 persona nga 2 autoshkolla dhe një ekzaminere për patent shofer në Ministrinë e Infrastrukturës. Sipas njoftimit, 2 persona nga një autoshkollë dyshohen për veprën penale falsifikimi dokumentit zyrtar, një person nga një autoshkollë tjetër për veprën penale marrje e rishfetit dhe ekzaminerja dyshohet për keqpërdorim të pozitës ose autoritetit zyrtar. Kosova po shkon drejt çmimit rekord të derivateve të naftës që nga pas lufta. Sot 1 litër naftë u kushtoi qytetarëve €1,72. Naftëtarët nuk përjashtojnë mundësinë që çmimet të ngrihen edhe më shumë duke u arsyetuar me luftimet në Iran. Por sa po kushton nafta në bursë, sa po paguajnë operatorët për taksa shtetërore, këto dhe informacione të tjera i gjeni në kronikën e përgatitur nga Visar Shatrolli. Lohatjet e çmimeve në tregjet ndërkombëtare po vazhdojnë të reflektohen edhe në Kosovë. Çmimet e derivateve po vazhdojnë të ngrihen edhe më tej. Të dhënat e fundit në tregjet globale tregojnë se çmimi i naftës sillet rreth 100 deri në $110 për fuqi. Nëse një fuqi përmban 159 litra, atëherë bie se 1 litër naftë në bursën ndërkombëtare sillet rreth 60 cent. Në Kosovë 1 litër naftë të hënën ka shkuar në €1,72, kurse benzina 1,44. Nëse para 3 javësh me €10 keni mund të merrni 8 litra naftë, sot me të njëjtën shumë mund t'i merrni diku deri në 5 litra naftë. Kjo rritje e ngritur dhe ndikuar nga tregjet ndërkombëtare dhe tensionet globale, po ndikon drejt për së drejti në jetën e qytetarëve të vendit. Por nga tregjet ndërkombëtare deri te qytetarët në Kosovë, nafta duhet të rafinohet, transportohet e shpërndahet, procese këto që ka një kosto. Pas këtyre vijnë edhe taksat shtetërore. Në Kosovë përfshihet akciza dhe tatimi mbi vlerën e shtuar, i cili është 18%. Naftëtarët thonë se për 1 litër naftë paguajnë 36 cent akcizë, si dhe 18 cent të VSH. Nga llogaritjet e bëra del se 1 litër naftë sa shitet në bursë, pa përfshirë transportin, bashkë me TVSH-n dhe akcizën e saj, sillet rreth €1,14. Momentalisht me të rjekë, jo me një afat gjatë, po për që të krizë të kalojmë 10 ditore ose 2 javë, 1 mujore, do të hiqet TVSH. Duke parë këtë situatë me çmime,
Ministri e Mint Mimoza Kusari është deklaruar për mundësinë e uljes së TVSH-s dhe largimit të akcizës. Sa i përket akcizës, mbetet të përcjellet në situatën aktuale, nuk e konsiderojmë si opcion heqjen e akcizës, por përcjelljen e situatës në të cilën çmimi i importuar nuk e kalon çmimin tavan i cili është 12 cent në pakicë dhe 2 cent në shumicë. Derisa çmimet e derivateve po vazhdojnë të ngrihen, edhe AK ka kërkuar nga ministri Kusari të marrin masa urgjente. Lirimi i menjëhershëm i së paku 50% nga TVSH-ja për derivatet. Në 2 është heqja e përkohshme e akcizës për naftën deri në stabilizimin e trekut që së bashku me TVSH-n do të ndikonte në uljen e çmimit për rreth dikon 40 cent. Çmimet e derivateve janë ngritur edhe në rajon, megjithse Maqedonia Veriut po prim për çmimet më të ulta. Atje 1 litër naftë sillet rreth 1.49 cent, 1 litër benzin 1.42 cent. Maqedonia Veriut ka marrë po ashtu vendim për uljen e TVSH-s në 10%. 1 litër naftë në Malin e Zi kushton €1.56, benzina 1.52. Ndërkohë Shqipëria prin në rajon për nga çmimi i lartë i derivateve. Sot atje 1 litër naftë tregtohet 2.23 cent e 1 litër benzin kushton €2.08, por edhe atje sot pritet ulja e akcizës prej rreth 20%. Ministria e Financave dhe Banka Botërore kanë nënshkruar 2 marrëveshje në vlerë prej 96 milion eurosh me qëllim forcimin e sektorit financiar dhe lehtësimin e tregtisë në Kosovë. Marrëveshjet përfshin projektin për zhvillimin e sektorit financiar me vlerë prej 50 milion eurosh, si dhe projektin për lehtësimin e tregtisë dhe transportit në Ballkanin Perëndimor 2.0, i cili përbëhet nga kredi prej 35 milion eurosh dhe grant prej 12 milion eurosh. Ministri i Financave Kuran Murati theksoi se këto marrëveshje përbëjnë hapa të rëndësishëm drejt forcimit të stabilitetit financiar dhe zhvillimit ekonomik të vendit. Ndrojmë tani temë, edicioni 26 i javës së frankofonisë u hapësonte në Kino Armata në Prishtinë. Në hapjen zyrtare ishin të pranishëm krerë të institucioneve shtetërore, ambasador të shteteve të akredituara në Kosovë dhe ardhashës. Muaji i Mars identifikohet si muaji i frankofonisë, ku në shtete të ndryshme të botës organizohen ngjarje kulturore dhe artistike që sjellin para publikut dinamizmin e rrjetit frankofon, pasurinë e gjuhës franceze dhe kulturën frankofone. Edhe Kosova tashmë shënon edicionin në 26 të javës së frankofonisë, ku në hapje zyrtare ishin të pranishëm krerë të institucioneve shtetërore të Kosovës, ambasador të shteteve të akredituara në Kosovë, ardhashës e të tjerë. Po mendoj në Kosovë se si shto vit në 5 vitet e fundit, java e frankofonisë festohet me rotacion në qytet të ndryshme. Java e frankofonisë që po mbahet nga 23 deri më 30 mars është hapur me koncertin e artistes Linda Rukaj me një repertor këngësh franceze dhe shqiptare e shoqëruar nga pianisti Antonio Fiersa, përderisa kryeqendra frankofonisë në Kosovë këtë vit është qyteti i Gjilanit. Kjo ngjarje na kujton se kultura peshon rënd, gjuha lidh njerëzit dhe vlerat i bashkojnë popujt. Në këtë kohë kur ndarjet po thellohen, kjo na rikthen të thelbësorja se dialogu është më i fortë se izolimi dhe kultura më e qëndrueshme se konflikti. Sonte nuk jemi këtu vetëm për një ndjesi, jemi këtu me shënu një lidhje të vërtet, një miqësi që ka qëndruar fort në momentet më vendimtare të historisë sonë. Kosova është antare asociuar e Organizatës Ndërkombëtare të Frankofonisë që nga viti 2014 dhe pritet që të bëhet antare me të drejta të plota. Java e frankofonisë organizohet nga Ambasada e Francës në Kosovë dhe Instituti Francez në bashkëpunim me ambasada dhe misione diplomatike të shteteve frankofone si Belgjika, Zvicra dhe Luksemburgu. Et dès maintenant sur TV5 Monde Plus.